A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E lexojmë kitabin më të bekuar, ndoshta më të bereqetshëm që është shkruar lidhje me pejgamberin ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Shukër Allahu, tashmë njerëzit kanë filluar edhe ta blejnë dhe janë shumë të kënaqur. Sot njëri mbas xhumajë më dali tha faleminderit që e ke përkthy këtë libër. Musliman ton lexojnë libra, jo që s'lexojnë. Me po kuro libër klasik ndikon shumë. Ama me një kusht, një më faqe 117 apo. Më prishni tash filmin apo. Neve që jemi mësuar me derse ta dëgjojmë këtë libër, ndoshta ka më shumë bereqet këtu që dhe dëgjoj. Sigurisht që mund ta lexojnë. Nuk e thom atë me dëni një të keq, po edhe më bëhet sebeb hase kom librin atë trajn shpej, kjo komplet qëtërse. Mezhlisi jo qëtërse. Mezhlisi e ka një bereqet qëtër që nuk përshkruhet. Sa vjetë u bon xhamat? Gjajti 8 vjetë. Një janar dë bon 8 vjetë një janar, ndë e festojmë. Bash një janar, me një janar. Po me 3 të nishin e 12 kemi fillu dersin e parë. E në më kujtohet se atë natë nesëm petardat, ne rishim hala këtu, videot e para, nuk dishim bashmir, jo, ku e di kropi, video, YouTube, e kështu merat. Natë e parë ka qenë që. E tash banëm sabër, shif sa vjetu mund. Thanë, mezhlisi e ka një bereqet të ndryshëm, mire po, ulemat thujnë kështu. Me nive ku marish nur, bereqet, përfitim, e shohish, vërtet, ndron tash, njetën të ndë ndroj diçka, jerhamukallah. A namazet i more ma seriozisht, a dashnia ndaj pejgamberit, a ndodh dë njerë për shembull, sidomos me gurbeqarët, ke qenë këtu para disa muje, kur më dole tash për para, më dole me një mjekër të madhe, një grusht, zemra malt bëhet, do me thanë, shuqyra Allah, ndikoj kanë derset. Thot hoxho, edhe vllajem filloj të fale namaz me derset tu i ngjojnë, mu këto më gëzojnë shumë më xhamat, se më va përshkruaj, zi. Ka gëzu një fakt që më lindi një fmi, elhamdulillah, Allah u gjithve u gëzoft, e në që këto lajme më gëzojnë shumë. Ndryshe, gëzime, fitoj ekipat, nesër mi të hupën, apo. Han 99 minut gole, e qetëra tash u kualifiku shqyr Shqipnia, pa ti dale dhe një ekipe, madhet na preshe kitë filmat, apo. Do me thanë, gëzime qera qenë kanë, fasafiso i thunë turkët. Gëzime të kota, gëzime të përkoshme. Ama që këto, do me thanë, dinin ti që e të regoj shobesim, të të kush i kanë diku. Etër ulemat kanë thënë, duhet me pat kujdes me a ditë shiqirin shumë kësaj pune. Prandaj shqyr Allahu që vini, ju e një njërës që a dini këtë, një metë Allahut, dhe dhe kemi kujdes, tam, që mundohemi 100% fitojmë për këtu. Hoxhallarët në thujshin, një luhatje e vogël para mendoj këshu, a i nuri zbret për i nalt, ti luhatesh të këtë promashi, nuk të kapi. E një lëvizje për telefonin, për kësajt, për kasahati, për qëlloj shoshi, ha? Këndjene kur ja fugi dhe kujt lafet, të shto qërin gjdo dit me mu e din se për këtë e kom të themi, e në kitë të qëret e qëllojnë këtë. E në këto nuk o mirë shumë e shumë me i bo, se prishet koncentrim. Takt moment e thot hoxha diçka, dhe bjera i nur, ti nuk ja ty pari me ment, promash. Tamam, prandaj, shqyra Allahut, shumë mirë jemi të e bo këtë, edhe nësi o gjallar t'ja dim shqyrin gjemati që vind, të përgatitemi. Me lene Allahut këtë qitap tash me komentime, me përkthim shqip, me përkthim turqisht, me osmanlisht, me arabisht, 4-5 gjuhë përgatisim, me lene Allahut përfitojmë diçka. Dersi i fundit ishte në lidhje me zemërgjansin e pejgamberit a.s. Tash dhe vazhdojmë prap me një tipar që e ka pat vetëm ai në atë nivel kaq të nalt. Lidhje me fi shajaatihi wa najdatihi, lidhje me trimërin dhe guximin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Trim ka qenë o xhema trim. Nuk ka thënë hajde musliman luftojni, shkojni bëuni shahid. I pari ai ka qenë aty. Bëjshin kësi intervista rrugës. E ne më interesoj shumë se një tip pak i çuditshëm foli. A e kanë qitë faqet ma Osman Li, Khalife, Sultan Abdulhamid. Tha unë e këto lustra sot nuk i pranoj, thot. A i agjerin palatin e vet, e qon ushtrin, me një sust, e qon raketën a gje, e në afi të i luft. Ma para ka në kanë ato që ka në kanë. A i kanë dit i pari komandanti. Fati Sultan Mehmeti në kal, ka hip i pari ati. Ajo ka qenë alis.
Atë ndikon fjala jote, se në tej vesh me mu të bëhesh shahid. A kështu ne o xhallarët pim vend, po xhamat, ju shefni punën, ju dilni sabajin falni, ju falni namazet e ne trajm shpej. E njëjta gjë është. E tash ta shohim lidhje me këtë temë çka na sjell ky imam i dashur Qadi Iyadi. Njerë thot, t'i japim definicionet e këtyne termeve. Arabisht është shëgjaatu, i thunë, shëgjaat, trimëri. Ue nëshdetu, që ashtu me pas guxim, prap trimëri. Thot, tash t'i japim një sqarim. Fesh shëgjaatu, trimëria, qka do të thot? Fadiletu kuvvetil gadab, është një virtyt i fuqis të nervozës, të zemrimit që e ka njeri. Në kjo një virtyt, kur dish ku të nervozohesh o virtyt, dish ku të nervozohesh, se njeri pandjenja s'ka virtytet mira. Rafshe ka. Këto krejs qametja ju, vërëm qështu, nuk bon ashtu. Duhet me reagu muslimani. Nëse ndodh dhe një ngjarje e keqe, apo ndodh dhe një bidat, apo ndodh dhe një rrezik për shoshnin ton, duhet reagojmë. E ta shumë nuk jam asi tipi që merrem shumë me këto punë, ama e mora vesh se xhamia e Pashës dhe lagja e vete kanë bën i hap shumë të madh, halalu koft. Halalu koft. Shif, do me thanë, kur reagohesh ke, mundesh ndryshesh diçka. Gjia ajo, plastika, bakre, ku e di gji, para xhamajs kit gur. Tamam. As keni pak art, shpajrt pak 500 vjet historika, kujdes pak, njerëzit atje shkojnë bëjnë poza, shtrihesh te parki, dush mbas ta kish xhamin, jo një kontinjer, e kështu me radhë. Shif, do me thanë, duhet reagoje njeri. Mirë po, jo me nervoza. A këtu sot nervoza, do thanë është virtyt. Mirë po, kur dish ta përdorish, dhe, jo vetëm nervoze pastër, inqiyadi halil aql, me nënshtru atë nervoz, logjikës së shëndosh njerëzore. Se me hup këtë logjik të shëndosh, e dish për shkajt dhe qortojsh në nxënësin tënd. Pse ka shku në xhuma dhe është vonu në landën tënd dhe në mësimin tënd. E ka të nervoz, mlef, urejtje, din të nervozo të reagoje, gabim reagon. U dhe t'i those halal të kof be evlat, ne burat në dhejat që së ne bëjmë, të je bëjke, kje qorton për atë punë. Atër neve të këthim, ke vetja jonë. Allah i të në bëjë neve prindër i shalë. Ato fëmijët në rritën. Ndëvaj puna, o babi, kisha be fiskulturu, mora vesh me profin, hika pak pijore, ta fali gjuman. Si mundet, po ja bone, gjenazen, popi të talaje. Më varezat e Macedonve që kështë të varosish. Më varezat e muslimanve s'ki e vend. Abe hoxo shumë rand folish, o gjemat. A që e du për vete, valejva duhen e për juve. Që kjo kalon në për qitabe. Një njeri që dhe qortoj gjallin e vetë, pse ka falë gjuman. Pse ka shku në gjami. Të lutem, gjio kjo, qufër, Allahu në arrujt. Do me thanë, qka qenë ka trimëria, dish atë mlef, atë nervoz, atë zemrim të përdorish, mirë po tue nështru në logjik të shëndosh. Pse ka pru këtë logjik të shëndosh? Për me dalu nga nervoza e kafshëve. Kafshës prekja pak ushqimin, në qartet apo. Dush t'i ndihmojsh, ka pek në grop, të gërvesht, të kaqën do shta qeni, ati dush t'a shpëtësh, pse nuk din t'a përdore logikën. Nervozojt edhe ati ku nuk duhet në, atër thuish, pa i mbejtu qeni, nuk duhet t'i thuish. Prap neve si insan, si shukër që nga ka falë Allahu Teala atë logjik, dhe bëjmë shmos, t'a shpëtojmë atë hajvanat. Dërsa në gjdet, ne kemi në mesin tonë kësi jem, apo në gjdet, guxim, njëri guxim shumë. Do të thot, thikatun nefs, ta mbajsh të fort personalitetin tënd, inde istisaliha ila al-maut, kur e lëshojsh veten tënde vdekjes. Erdh një situatë, Allahu Teala na rujt. Ja Rabi më nas provo. Ama e shohësh se rrugë dalje tjetër s'ka. Duhet shkoj ka vdekja. Dhe këtë thot do e bëje për një kauz të lavdrueshme, për din bëhet kjo, për namus, për vatan, për komp, për komp nëse paralel me Islamin. Ju lutem. Dhe këtë do e bëje hiç pa frikë. Allahu Teala na dhasht atë qëndrueshmëri, atë fuqi të personalitetit, karakter. Hoxha na thoshte, sot së bëhemi kollaj evlia. Evlia së bëhesh në këto kushte. Këto rrethana si të bëhesh? Sot mund të Allahu Teala të bjerë me një situatë, ndoshta namazet nuk i kije në rregull. Ndoshta farzet nuk i kije kërkund, abdes ndoshta s'ke ditë marrish, ama në atë moment e tregove trimrin tënde. Ati ku duhet, Allahu Teala tak të bën shehid, shehid do të thotë evlia. Që i do të të vlia. Mo boje vaki i krisi diçka këto, te i sabajnë së një ngrajt të falish ama, e more atë, shkove, e në vdiqen.
Do ta pyesin niyetin në botën tjetër. A e kishe të përmendesh si trim i madh në botën tjetër, në të bëjmë përmendore, apo e kishe vërtet për i Zot Allah ta derdhi xhakin për këtë vaton. Po e patë niyetin e pastër shkoj. Sahabiu ti ka ndodhur xhaman. Bëhet musliman. Mbus luftës, me njerë kris luftë. Hala nuk ju bën nasip një namaz ta falë, një namaz o xhevat, një namaz të ne ka falë. Hala s'ka i vakti i namazit. U bë musliman, morën shpatën, dulën në xhihad, u bë shahid. Pejgamberi alayhis salatu wasallam qeshi. Sa çfarë rasti apo. Pa një namaz bile, u bë njeri shahid. Subhanallah. Allah më nas provov me këto situatë. Ama tash e lexojmë këtë kitab, pejgamberi edhe këto i ka kaluar, nuk i ka kallëzu vetë si derse, hajde ju sahabët e mi, kallëzoni trima. I pari ka qenë ai. Dhe tash thot Qadi Iyadi, dihet se pejgamberi jon i dashur ka qenë në kemal, do me thënë në përsosmëri, lidhje me këtë virtyt, dhe ka ndodh në për shumë si thujnë, beteja, fush beteja të vështira, ku zakonisht edhe njerëzit më trima bile do kishin hikur të paktën një herë, ndërsa ai qëndroi me këmbën ngulje dhe me trimëri të madhe. Drejtoheshte ka armiku, nuk hikte bile as nuk hezitonte. Shkjo e qetësia e zemrës, nuk hezitoj bile. Po fundi shehit dhe gradat më të larta të xhennetit. Ja Rabi, nuk e kemi benat iman. Po nuk e kemi atë iman, se dhe lidhi shpesh me atë 15 korikun që ndodhin në Stamboll. Unë ndodha atje. Hoxha na tha, dë dalim se rrezikohet dini ndoshta në Stamboll, edhe në Turqi. Dë vinë ato qerët në mbyllin medreset, në mbyllin xhamiat prap në ahër, ndoshta prap turqisht dhe e kthejnë ezanin. Dulëm. Dalish me atë njetë, e pësh zemrën gur, hajde bismillah. Kur e ngjosh plumin, ndron njeti, në qefesh, frejgesh. Normal edhe në për tefsire kalon, ajo është frikë e natyrës njerëzore. Nuk quhesh gjynaqar pse je frikë. Do fregesh tani? Te me të shpejnë dora i me tenk për para. Nuk ofer këtë ne bëshim gëta. Tenki, i hishim atin e ndiqon me tenk. Dzuhak ishte atin. Gjithë vojt hali. Ina me një hotel u strehum, Allah i razipi atin atë qeli derët. Erth menageri hotel, trakuni se kemi mishteri flin. Farë mishteri vode, shkoj shteti, ndoshta kitë dëvdesin saba. Ta kishin arrit qëllimin ata. Hala nuk vadin fytyrën e vërtet atyne që hala kanë do shkolla private këto. Nuk ja dim neve. Ndoshta në rini dëkush ka shkun ato shkolla private. Nuk e ka iden qëfar humnere, qëfar grope xhenemit ka qenë. Allah ja Rabbi na ruaj. Allah ja Rabbi na ruaj. Zgjoj këtë xhamatin tonë. Ne tash fillojmë me hadithet. Bera ibn Azibin radiallahu ta'ala anhu, një sahabi e ka pyet një njeri. E ferartum yawm Hunain, luftën e Hunenit, a u larguat duke hik pak nga jo situatë e vështirë, a u larguat nga pejgamberi alayhis salatu wassalam? Ai tha, po, këtë u largun, këthyem pak në bas, vetëm pejgamberi alayhis salatu wassalam, lem yefirra. Kjo mund të lezohet edhe lem yefirri, mund të lezohet edhe lem yefrir. Tamam, se këtu është idgami gjaiz. Ka ardhë fil me dy harfe të njëjta. Mudaafi thënë kësaj. Ferra yefirru. Kur vend një shkrojnë për të bo me gjezëm lemi, ashtu e lezojsh ja yefirra, ja yefirri, ose lem yefrir. Këto duhet hoxhallarët mirë me i ditë. Kësa i thunë sarf, tamam. Dish si ndërtohen fjalët, foljet apo emrat në gjuhën arabe. Këto pa i ditë, mo gabojë dhe kushtose Ebu Hanife. Këto pa i ditë, hele, akidja e vërtet, akidja e selefit, heq ma i qatë Allah e mo mi përmenda. Këto duhet me i ditë. E në atë i si në thoshte hota. Në andër, kur do të pysë diçka, dritë dhe dish, babi 4 to kjo, babi 5, kjo fil, mudaf është kjo. Pse i ka 2 shkronje, mudaf i vejnë duplo. Duplo ka këta. Kush lumë basket e din, duplo, gjibane, me di dure preke topin, duplo. E në këtu, me një folje ka 2 shkronjat njëta. Si i thuj kanë? Duplo. Ferra. Ferrari, italisht i vejnë piksaj. Po, Ferrar, ai që hik shumë shpejt. Ferrar. Ismi fajl mubalagat, shtama, mubalaga ismi fajl. Ferrar, ai që hik shumë shpejt. Do me thanë, këtu tërhoqëm bas, vetëm pejgamberi alayhis salatu wassalam,
nuk u tërhoq as pak. Bile, rinte mbi gomar, a dit me qëllim e mur gomarin që t'jape isharet xhamatit vetë se nuk dhe hikim bas. Gomari s'hikën. A kali mund t'hike. Gomari nuk hikën. E kishte gomarin e bardh. Ebu Sufjani i kapte për frerët, do me thëmë për ato disgjinat. Gomarin, aman, moshko, armiq të agje kalabalek, ne jemi shumë pak veta. Kush kojsh? Pejgamberi a.s. së ne ndalen as kush. Ebu Sufjani tash më abo musliman. Për qatë ke kujdes. Flasi shkeq për Ebu Sufjanin. Ku? S'ke marrë pjesë në asnjë luftë. Ai me pejgamberin ka luftu. Lufta qera e hupi një sy, nuk mjaftoi hinje në një luftë tjetër, e hupi një synin tjetër. Në tha pejgamberi ka thënë kush e hup një shikim, synin, dhe përgëzoj me xhennet. Shkoj në luftë. Tash për këto njerëz të flasi shkeq. Ama e dish gjikabon të kalamen. Aty tash historia t'ja kontrollojmë një tjetrin telefon. Ha? Ai e çash frajer. A është dikush çash i pastër. Vatër më shilegojme. Të lutem ka marrë njeri pjesë në luftë me pejgamberin a.s. Zëten, këto gjinafet që bohen në rrethin ton, ato nxjerrin rezultat edhe mos kije shtërbi, as ndaj hoxhës, as ndaj sahabëve, as ndaj pejgamberëve. Tamam. Pi gjinafeve del kjo. Një njeri që i pastër pi gjinafe ka tërbije. E din se Allah të ka rujt i pastër, e a dish vlerën asaj pastërtis, e ne dush kit njerëzit i shosh të pastër. Ndërsa pejgamberi a.s. thoshte me zë të lartë, ene nebiu la kedhib, unë jam pejgamber, nuk ju gënjej, u e zade gajron do transmeti me qera kalon, se ka thanë, ene ibnu Abdul Muttalib, unë jam biri Abdul Muttalibit, do me thanë nipi ati. Për këtu del se është gjais, është e lejuar, ndonjëherë për ta motivu veten në luftë, me i përdore dhe këto pika, pak ma, thuj emnin, si i thuj, asabije i thuj në arabisht, ama nuk fanatik, të verber, po, unë jam gjali filanit, shqiptar, roft, ama roft, kujdes kush roft, në krishteri, muslimanit, ama. Përshë, unë jam gjali Adem Jasharit, në shtau dëhish, mund ta motivojsh veten, kështu, tama. Mirë, dhe atë dit, nuk është pas një njeri, më trim dhe më guzimtar se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Bile disa të regojnë se në atë luft, dyshmani kalabalek, në numër shumë ma tepër se muslimant, zbret nga gomari pejgamberi a.s. I pret këshu, hajde be kuini, hajde kuini. Që kjo ka qenë ai pejgamber? Ai që va ka falë kitve që ato gabimet para 2-3 derseve, ama me dyshmanin luftën e betejës që këshu ka qenë. Me gruan e vete, urno, Hazreti Aishës ja ka bo qefin, ndoshta i ka ndihmu në punë të shtëpis, ama me dyshmanin, gjio kjo, api koj shife të. E kom pini profesorin shkollët mesme. Lëvizja më e vogël i pengonte. E në inspirime komet. Pi qka e pas ka atë, pi serioziteti që e ka për landën e vete. E tash, a e kishte një land të mirë, nuk mund të thush se land e keqe. Matematika, e du shumë atë profesor. Matematika, land e mirë. Abe nuk lente as një laps nëse ka ranë to ngreja atë laps. Ndëkush ja bëjt e penkallës shumë. Psht, mëse i mo kjo. Edin, më falni dë njerë, unë e bojmë i bezdis që mama, unë e flasë për fe. Edin, nuk duhet këtë asë një lëvizje. Ama që kujshit se një ndalim, apo. Ndoshta gabim, ne që kemi hynë teritorin e atyne këtu. Ndërsa, agja i pejgamberit a.s. Hazreti Abbasi, të regonë se në këtë luft, kur u zatekën muslimant me kufarët, disa musliman u tërhoqen bas. Dhe kjo tërhek me ambas mos ju shkojnë ndërmend sikur kanë hik pi lufte. Nuk o hik me pi lufte kjo. Janë kthym bas, ai ta bëjmë një strategji tjetër, tamam. Sahabët nuk janë frikacak që të hikin pi lufte. Ndërsa e pan pejgamberin alayhi salatu wassalam, ai nuk të riqet mbas, me atë gomar shkon për ka dyshman. Do të thonë vetë mbet. Thot unë si agja i vet merr gjyna, fillova ta kap dhe bashkë me gjalin e Mixhës, Ebu Sufjanin, fillum ta kapin ka gomari, aman moshkose dhe dëmtojnë. Ndërsa pejgamberi a.s. bërtiste, ja lel muslimin, ku jeni jo musliman, mblidhuni o ju musliman. Dhe hadithi vazhdon si një ngjarje më e gjatë. Tregohet se pejgamberi a.s. kur zemrohej, kur nervozohej, dhe tash në klapa, wala yaghdabu illa lillah, dhe nervozoshte vetëm për i Zot Allahut. Tham vetëm haku i Allahut kur shkilesh e nervozon. Do me thënë, supa e ftoft, supa e ngroft, jo. Me krejp,
Pa krejp, jo. Ne kemi shumë opcione për të nervozuar xhamat. Çaj me sheqer, çaj pa sheqer. Çaj ngrohtë, çaj ftoft. Çion be këto. Po që këto gjëra, tash beqarët ndoshta din, be hoxha mu e tepro. Po vallai fesatet mëdhaja kresin shpejt. Se piksa din që hapen muhabetet më. Pse nuk je këzdis për Rahman, po je këzdis për shejtan. Kur këzdisesh për Allah, themi, gaboj diçka në aspekt fetar, gruaja, bëni gibetin e dëni kuj shifkës. Me i thanë, bële gojen më sfol, Allah do t'jape një autoritet, së në ta këthen, ta i qëlloj e punën tënde. Allah do t'a jape atë nur në atë moment, edhe atë hejbet, atë autoritet të sytë e gruas tënde, dë heshte. Ndoshta, sa ta më shedisht t'i derëm, prap dë vazhdoj e gibetin, s'ka problema, Allah je faltat, ama ti nuk dë vazhdoj e fesati, se e dish se e ke bë për izat të Allah të ndërhyrje. Ama, si të ndërhysh, ku e kam këmejshën, pëse mi ke peglat pantullet, atë do thosë e te i qullë e punën tënde, apo te i para 10 dite ma thaje këtë, te i para 10 vjetë ma thaje këtë, atë më teket kur të qova te i s'ma pranove me një herë, muhabetet, qishit muhabetesh? E ma pa përfundojnë, hoxha duhet t'japë mehrin, gjiu bombe, po e dojshit ju një qëtërin shumë. Ama e bonëm si tradit, e bonëm si zakon, për lajëshin për pak e për shumë, si rrugash, si qent udhnave, po traku një be mu, e ne këto, 30 të gjemat, 70% do shte jonë të undajt, gjio puna, mo preket dhe kush nëse as provu me atë bela këtu, se dim, do shta se cadi e ka drejtën e vetë, ama si shoqëri flasim, kito puna se nuk dim ku të nervozohemi, për pak e për shumë nervozohemi. E kur nervozohesh te pejgamberi alayhis salatu wasalam, veç për izat Allahut, lem yekum li ghadabihi shay'un. Nuk mundesh të ti dale ball kërkushi për pa. Nuk mundesh e dërkush ta ndale atë nervoz, sa këzdis për hir të Allahut, a shkel ligji i Allahut. Vallahi kisha pas çifta shof. Hoxhën tembe kisha të tillë. Sa ballekim vakët, nuk am shel dera, ka punau klima, ajo ke. Medrese. Ama mu jam cujsh dersin. Vallaj, billaj si luan dukeshte. Mjekrën e madhe, i math, kër e hapte atë goj, vallaj si cërtanit kur nesha i luani i pasha. Vallaj, e si ndridhesh të zemra, ma me qeft math, kër e shohesh dhe një njerë që e du shumë. Të qërton, rizil bon. Po qka të qërton, do gjema? Pa i s'ka flet ta natën, ndoshta ta përgatise qatë ders për tyje, taj nuk janë gjysh dersin. Taj nuk ja ke mësut nesër mi t'ja thush dersin. Te ne ashtu ishte. Tanën, do t'japi hoxha ders, të martën qatë ders, taj t'ja lezush hoxhës. Edhe thoshte njët, unë si ta kam lezuti. Sot, bereqet, hoxh, Allah u trujt, Allah u shëndet, dhasht, gje e pash në ndër. Sa vjetë u bojnë larkë hoxhës jam? 7-8 vjetë, pjatër si kina nesë në derse. Tash e kuptoj, pse duesh ka talebja të thosë se dersin pik për presje, si ja ka thonë hoxha. Inshallah një rritë kitë dhe kuptojmë këtë. Vazhdojmë. Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu thot, nuk kam pa njeri më trim, nuk kam pa njeri më guzimtar se pejgamberi a.s. As ma bujar, as wela erda min Rasulillah. As njeri që më njerë bësht e razi. Më njerë din të qetsohet. A u nervozu, themi, kushtimisht, tash dhe e vem veten aty. U nervozove gruja ose gjali, vajza në shpinë, atë dit nuk e kam fali qindin. Ape duhet krese fesati math në atë shpi. Nuk mund të rinë rahat, nuk mund të qeshin deri namazin qeter pa e bo kazat, e në namazin qera pa i falë në vakë. Ska, abe të sërtani, nauk, fesati math duhet krese. Ama, a e shojrë se mur abdes, me njerë, duhet soset, tamam. Nëse dumë të njajmë pejgamberit a.s. Hazreti Aliu radiallahu ta'ala anhu thot, piktu tash më mare ftajrë dhe kushi, se thash, nëse e kia të autoritet, babës më ju përzi, nuk e ka fali që ndajnë, dhe të thot kusht ka bota, te më kalëzësh më për namaz, lini, babës, nanës, gjyshes, ders jo, fmejës po. Hazreti Aliu radiallahu anhu thot, kur nëzefeshte situata në betej, apo kur vështirësoheshte shumë, dhe skuqeshin syt nga i pluhur i madh që ngrit aty dhe pi emocioneve të mëdha. Do me thonë, ke dalë më pi kontrole. O ti, sprovohesh, a di jesh gjalla, nuk di jesh gjallë, ne nuk e kemi shijuat, edhe dish se do të vije që këtu dyshmani, në një gjunupi pa pastër do të vije. E nëse të vret ty, do ta preke namusin në shtëpi. Subhanallah, ato syte i gjithbojnë.
E thot, kur në skuqeshin që ashtu syt gjendje lufte, mbështeteshim të pejgamberi a.s. Strehoheshim të ai, se ai nuk frikeshte hiç, neve pak, se nuk ishim pejgamber. Edhe ne trima, Hazreti Ali, bëhet fjalë për Hazreti Aliun. Ama thot, na kapte pak ajo ndjen, mirëshim guzim për pejgamberit a.s. Qefeshim basati. Sepse ai qëndron të çdo herë më afër dyshmanit. Dhe tregohet se sahabët e kanë bo një muhabet, do me thënë e kanë qitë një laf, një fjalë, këshu, një proverb. Ka qenë njëri trim, ai që ka mund të rije nga të pejgamberit a.s. Para mendoj pejgamberin sa trim ka qenë. Sa i çdo herë shkon saft parë në luftë, nuk i freget hiç dyshmanit, bile vetë shkon me gomarin i afrohet, atëherë ky po se po që s'mbrihet, po pi neve kush o trim do quhet ai që mund të rije nga të pejgamberit a.s. Se kur afrohesh te dyshmani, çdo herë ai dilte në saft të parë. Hazreti Enesi radhiyallahu ta'ala anhu tregon, thot pejgamberi ka qenë njeriu më i bukur, njeriu më bujar, më zemërgjër, më trim. Dhe ninat, ne si banor të Medines nga një zhurmë u friksuam. Bum, bani diçka në mes të qytetit. Dhe u zgjun këtë familjet, dritat u kallën në shtëpi, helbet më ndodhi dhe një sulmi papritshëm nga dyshmant. Dulën njerëzit, burrat, ta kontrollojnë një pika erdhë zani, tu shku për ti që ka zani, kur e shojnë vend një njeri me një kal për këndej. Çka ta shojnë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja ka marr Ebu Talhës kalin shpejt e shpejt, ndoshta edhe hiç pa pyet, e din se s'ja bën muhabetin, ja ka marr, bila as shalën nuk ja ka vëndu, me njeri ka hyp çashtu, thot, kali ka qenë cullak, urgjin i vjen i pamveshur, hala se ka vesh. I ka hyp çashtu kalit i pari ka shku ta kontrollojë gjë kjo zhurmë. Dhe kur vjen këndej i thot sahabëve të tij, len turau, mos u friksoni, s'ka kurrë. Ka ndodhur një zhurmë kështu. Imran ibn Husajni, një prej sahabive më të çuditshëm, që tregohet se i ka pa me lajqet, bile në shtratin e vdekjes me lajqet e kanë përgdhel dhe ja kanë dhënë dorën, çashtu e kanë përcjell nga kjo botë. Me lajqe ka shkuar. Subhanallah. Ja Rabi, bërrem neve me shahadet shkëm. Nuk duam diçka tjetër. Ose ato agonit e vdekjes, se kur hapen ato perdet, kur flasin njerëzit do fjalë pi botës tjetër. Ja Rabi, ta shohim bukurinë e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Me këto skena shkojmë botën tjetër. Imran ibn Husajni thot, kur e takonte pejgamberi alayhis salatu wasallam një tuf, një xhamat të madh, një grumbull të madh të dyshmanëve, ishte i pari që sulmonte, i pari që godiste. A jena ishte i pari. A kina direkt tu tash luftojmë. Apo? Turkët e kanë një laf. Në fesat, kush e pallon grushtin e parë, ai fiton. Ama një me 100, ani, taj. Njoni ashtu na mësojte, tash s'ka lidhje. Kitë kina pas, daj, mëngjë, gjallë mëngjë, matë mëzija po. Helbet e ndodhe. Grup, do të refin. Zgjedhe veç njonin pjatin. Bare me njonin so se punë. Ubej ibn Khalefi, ky kaloi edhe para disa derseve, ky ka qenë një mushrik i vështirë. Ditën e Uhudit, e shef pejgamberin alayhis salatu, e shohin sahabët Ubej ibn Khalefin. Ndërsa ai kërkon pejgamberin alayhis salatu. Thot, "Ejne Muhammed, ku është Muhamedi?" Thot, "La najautu in naja, mos shpëtofsha, qofsha i mallkuar nëse më shpëton sot nga duart e mia." Dhe i thoshte pejgamberit alayhis salatu wasalam, luftën e Uhudit tash. Këto ki ka pas një hamlen e pi luftën e Bedrit. Luftën e Bedrit vërtet u shokun mushrikët se nuk e pritshin me 313 vetat na mundin këto musliman. Dhe ja zon peng, ja zon rrop lufte gjalin që këti Ubej ibn Khalefit. E tash ki ka hamle me pejgamberin, ma ka prek gjalin. Ma pa e pagun me fidje, me dëm shpërblim që t'ja lirojnë gjalin. Dhe kur e bëjnë që këtë allësh verësh, i thot pejgamberit alayhis salatu wasalam, e kam një kal, duhet kal, të veti e kal. E kam një kal, thot, jam të ushqy atë çdo ditë me ferak. O idiot, e ke pa më të bukurin e Allahut, më të dashurin e Allahut ati. Po pranoj be islamin. Shef Ebu Sufjanit ju bon nasip. Ka pat terbije, ka pat insan lek. Ky thot, e kam ushqy çdo ditë kalin tem me një ferak. Ferak do thot afër 7
6,4 deri në 7 kg një njësi matëse. Thëmë, për ditë jap 7 kg për afërsisht misër kalit tem dhe ta dish se dhe të vras duke qenë une bi këtë kal. Do më thënë, njëm të e përgatit këtë kal që kur zatek në luftën qeter të vras. Pejgamberi a.s. si ja këtheu, me busqe. Jo, ma, këtu me bëjt, kërcnon me vdek, jo, vla. Ma që nuk e ofendoj veç një Muhammed, s.a.s. Ofendoj liderin e muslimanve. Tamam? Atëherë dhe rrushat autoritetin tëmë. Pejgamberi a.s. i tha, inshallah, unë e ty do të vras. A i tha, inshallah, unë e taj. Atë piktu del, fjalorin tonë, dhe ta bëjt dhe ta këthi, a ju kujtohet në Riyadu Salihin ka kalu. Veç ofendime le tjenë, ama jo të shajt me haram që janë. O gomar, një me një mund t'ja vesh, teje gomar. O hajdut, teje hajdut. Tama. O munafik, teje munafik. Gjëmat është prekbe, para gjallit tonë tash. E ti po heshte aty gjallit qatë 5-6 vjeti ka, do thosë, babia mu trak, atër halis ka në hajdut babia. Ka dale. Duhet me reagu dë njerë. Ne ke që kuptun pejgamberin a.s. Pa dishmon një shpull, ne, s'ka be ashtu. A i një shpullin të një shpull. Qka që? Thjesht. Ama nëse o këshu njët keq. Nëse ka bo pi gjahilekit, atër duhet me ja falë. Si ja fali atyne në Taif. Ama ne jetojmë në Tetov. Nuk o Taif. Ke kujdes. Të i gjim shajsh mu, para fëmis tem. Gjikesh të thanë? Po, ka qenë lider i muslimanve a desh të arruje autoritetin e vetë. Ditën e Uhudit, ku rreth tash do takohen, a i ta shofim kush këtë e vrase, Ubej ibn Khalefi, që ki gomar i poshtër, u lëshu me kal ka pejgamberi a.s. Disa sahabi musliman i dulen për para për ta ndalu, ta pengojnë. Unë istash me kal vjen. Pejgamberi a.s. va boni këshu. Hak e dha. Këshu të shof. Do me thanë, khallu tarikahu. Lironja udhën të shojmë. Ne dhaje. Turkët e kanë një fjallë bukur. Gelegje i varsa, gelegje i dhever. Nëse dëvaje, komendo gjojët ja kalzoja po. Dvaje pak të kod, ja kalzojnë e shartet e islamit. Dhe e mur një shtizën nga Harith ibn Simme. E kapi me shtiz, pejgamberi a.s. dritë të në qaf, tak, tak, me një goditje. Qafirët që ishin aty, rreth, kur e pan këtë goditje ka qëtë madhe, u shpërndan për aty, thot si mizat kur shpërndajnë nga trupi i deves kur dridhet. Unë me deve, se kom pa këtë skena, ma për afërsisht e kom pa me lopët. I mblidhen mizat, valishon një erbishtin bas. Strak, një 10 miza, shpërndajnë. Qashtu ndodh edhe me qafirët. A i vjen, do shta 100 qafir rreth, ati, me një goditje në lullet balit, tak, tak, ato qerët si miza. Qashtu janë gjemat edhe sot raportet, mos u friksoni. Nuk flas për luftrabe, ne nuk kemi në ato nivele, as nuk e kemi njetë, ama lufta me madhe jonat, mbjetojmë rahat të bëjmë vaziven tonë gjamiat tonë. Imam dhe punësojë të nguce kolega, po Allah, dhe të nguce odbori, po dhe të nguce pastrusi, dhe të nguce kojshia, dhe të nguce vehabisti, dhe të nguce shia, dhe të nguce aj, dhe të nguce kypo, në lini rehatbe. A di gjë puna, lullet balit që këtë e ka thënë Ebu Hanifja, tak, tak, në mes dersit, si miza të shpërndohen. Hiq, Allahu Teala bidat shive, va jep frikën në zemër. Pi ka e dish, ose ka në frikë, kit indrun parimet e veta, kit mundojnë me trika, va përcjellin xhamatlive të tyre, ato akidet e prishura që i kanë. Tamam, nëse o bidat o loç 2010-ën, duhet jetë bidatën e 2025-ën një gjë. E ne kur do ndodhe kiameti, bidati nuk dron, bidati o bidat. U bom tash vlezër. Si u bom vlezër be vlla? Si u bom vlezër o xhamat? Si u bom vlezër? Para 10 vjetë nuk e mipte selam, qafir më thoshte. Shtej, selam. Po, para xhamis pashës më ndodhi. O e di far mushrik është një ju në këshi bendit më boni. Hajde, ku e din ki gjio me drese janë. E di tha ju far mushrik është një. Kom jeta unë në Turki. Më pate gjamia jo, unë tash se di atë më fole, ajo, në boj kërse se shumë. Selam aleikum, mubarek, si shumë, mërë, Allah i trujto. Si u bobe në? Shë ja unë e stakfirullah u bona. Si, ja po si unë. Se janë dy gjëra që nuk mund të bashkohen. Imani me shirkun. Të im thushe mishrik. Ta shubana unë e muslimani mirë. Allah i të njëmoft, Allah i të rujt.
Ti ngjoj derse thotë, pse më ngjoj derse thonë nëse flas për shirk. Do me thënë, ti e pa se nuk shkoj ka kështu me këto filmat tona, e ne u ktheve tash normal. Nuk është mirë xhamat. Për çfarë nuk duhet më u friksu? Thuaj atë, tak, ehli suneti që këtë e thot. Te ehli suneti s'ka Allahu është mbi arsh. Pik, hikni si miza më u shof. Pik. Te ehli suneti s'ka Hazreti Ebu Bekri ja ka marr hakin Hazreti Alius. Hikni. Elhamdulillah shumë rahat jam. Shumë rahat jam. Xhamin time nuk kam flet as shia, as vahabisti. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ku ka më rahat? Miza. Mërsh. Tregojnë se nga jo goditje, menjerë nuk ka vdek, po janë thye disa pjesë të trupit, dhe u kthye te Kureshi Ubej ibn Khalefi, dhe u tha atyne, më mbyti mua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Na mbajti apo. Ata i thanë, abe se s'ke kur gjë, thot, kitë njerëzit me umbledh, ta kishin marrë që këtë goditje, thonë, jo një person, kitë njerëzit me qatë goditje, do ishin shkatruar, e ku mbeti ma, atë lavgji i thash, une dhe të vras. Vallaj, i tha, të më kish pështy Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që aty në moment dhe më kish ra vdekja, do me thënë dhe më kish marrë shpertin. Qatë që më dhimte ajo goditje, me shtis që më ra. Dhe duke u kthye nga fshati Siref, për me u kthye në Mekë, nga Uhudi, për në Serif, seri ku është, afër Mekës dhe kundi, duke u kthyer me atë kervan, aty e zu vdekja këtë qafir të përbetuar, këtë dyshman të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pe këtu dalin shumë mësime xhamat. Neve ti marrim ato me tonë. Ç'ky nefs brenda shejtani i madh, është dyshmani i madh i joni. Do njerë duket sikur është shumë i fuqishëm. Ti zmadhon do gjëra, së ne bëjsh asnjëherë, jo, unë e 5 vakët, si be, dritë qatë ditë fali 5 vakët, deshoj se si hiqen ato vezvese, si miza. Unë të lishoj mjekër, jo be kitë dëmë përqeshin, lishoje, hiqen mizat. Interesant, kur thonë mizat është, jo alis miza, se ashtu thuj ka ndo, nuk dukeni pedant, bile njoni, qatë shumë që ja do të mirën një vlaut musliman, ka thonë, për ty e kam, se nuk do të preke ujti, zë quhet avdesja. Shifë sa ta do të mirën ajo miza. Nëse këtë e bëj për ta bo atmosferën më interesant, unë nuk kam drejt të ofendoj njerëzit. Sa ju pse se dini kush e ka thonë. As unë se di kush e ka thonë. Vesh ma kallëzoj kështu si muhabet. Ani mos shkosh ti thuj babit. Nuk o mirë hoxha me përdor shprehje kështu ofenduese. Ama mbështetem në atë, me nduj se që këto 4 mure dë mbese kjo, harëm se kamera qenë. Inshallah nuk i shkon vesh dhe kuj që ala si ka të qarta këto punë. Ama mjekra është diçka shumë serioze. Nuk mund të preke askush aty. Mirë. Tash, Kadi Jadi e hap një kapitull tjetër, me një titull tjetër. Mirë po une, i mblodha disa thënje, pak ma motivuse, jo që dëshkojmë dhe kundi, Allahu na rujt, ama baren pak me që këto luftrat brendshme, psiqike, shpirtnore që i bëm, të marrim dhe një farloj motivimi. Hazreti Omeri, radiallahu ta'ala anhu, ka thënë, thot, ne nuk i mundëm dyshmant me numra. Çdohet kanë qenë musliman, shumë ma pak, xhamat, nuk ma pak, shumë ma pak, dhe nuk i mundëm ne ato me numra. E kuptojnë? Se nuk kanë lut 10 vs 10 kanë të. Ka lut 2 me 10 veta. Së ne sosish atë stas, apo? E po tash, musliman shumë ma pak, qafirat shumë ma tepër. Që ta tregon receptin Hazreti Omeri? Thot, nuk i mundëm ne ato me numra, po i mundëm me qatë thikatun nefs, me qatë qëndrueshmëri të shpirtit. Thanë, i mbajtëm zemrat aty të forta. E dishim se nëse në ndihmon Allahu, s'ka kush na munde. Ç'kjo gjendje, ç'ki shpirt, ta fiton luftën xhamat. Atëherë ti krahasoj me sprovat tuaja në jetën tënde me ata afërmin e familjes, me kujshin, me gazdën, me atë me këtë. Nëse qëndrosh ti deri në fund në tënden, ai një ditë do të dorëzohet, jo ti. Hazreti Aliu radiallahu anhu thot, kur sulmoj në luftë, nuk e shikoj kallabalekin, turmën aty që e ka. Unë e shoh detyrën time. Allahu dhe pejgamberi am thënë dal në xhihad, ta bëj këtë luftë. Unë e shoh detyrën time. Suksesin do jape Allahu, sepse thot, trimi nuk e mat veten sipas rrezikut. Nuk bën hesab, matematik nuk bën ai që trim o xhamat. Nuk bëhet matematik në dinin e Allahit. Se unë si të lishoj mjekër, mund të më qesim pi pune. S'ka, kësi matematika nuk bëhet. Njëse e bësh këtë matematik, më thom hiq më lisho, ama mos i hingtin e punëve.
Moraj me dëni hoxh. Nëse mendoj se pak si traj me hoxhën, e dëm bes pa shoqni. Ko e di dëm shilen do dyer. Pa ma pa dëm thunë çeki xhamati këti. Njëri çat më tha. Ai sa u preka. Thot njëri se unë dëni kamatash. Thot njëri se unë dëni katil. Thot njëri se unë dëni... Ai morët vesh po. Më tha hoxho, kitë majra më nuk duhet vejnë në përder se më gjesin të xhamati besimit. Çikabe. Më thuj, që një derse e thash, nuk jom razit, thunë një xhamati be, fa xhamati be, ku sho besimi be, pa gruja jem nuk o xhamati be, gjali jem nuk o xhamati, ku ka sot xhamat, o ti njoj derse të mësoj dinin, shpëtoj imanin, ama gjikat keqen e me të thonë këtë dëkushi, e po, me të thonë xhamati, ku e di kujt, ku shkësh do lokale, do vende, ha? Ama atë nuk e mendon, nese, shejtani, hala atë luftësën e bon brenda. Trimi nuk e mat atë rreziku, nuk bën hesab, po e shef vetëm amanetin t'ja dorëzoj Allahut si duhet. Nivel shumë i lartë xhamat. Hasan el-Basriu ka thënë, kur s'ka frikë Allahun, ka frikë nga çdo gjë tjetër. Pra s'në bën ai kësi lufta. Gruaja, nana, baba, vllai, puna, parja, vetura, ajo kjo. Ai që ka frikë në Allahun, nuk i friket askujt. Edhe me ardh armiku si deti, hiç pa ndërprer ato dallgët si vinë. Sprovat në vinë, dë njerë ekonomikisht, dë njerë shpirtnisht, nguc aj, nguc ki, së ndalish pi xhamia rahat, ngucin njerëzit e xhamisë o xhamat, kur lishush mjekër, ngucin, që ki abo hoq të bon, kush të bon hoqa të bon, po të i duhet të të vej mërë be hoqa, a me i vejni nati, se te lishove mjekër, a i halasën e morat kucim. Këtu më preket as një koleg, deri sa nuk e ka nguc as njanin, nuk hynaj në këtë për kufizim, ama shumicat, u vejni nati, që këto bëhen më hoxha larsene, jo beloqk, taj mu u bën më hoxha se hoxha në stilin e të falurit, se ajo është diçka e fikut, ajo është diçka e argumenteve, mjekra o një, e në Iran ka mjekër, e në Arabin Saudite ka mjekër, e në Peranduri Osmani kishte mjekër, e në Mulla Rafizi kish mjekër, e në Imami Qabes ka mjekër, mjekra o qëtërse, e në Hazreti Isa kish mjekër, e në Hazreti Ademi kish mjekër, aty s'ka mendime, mjekra o mjekër. Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu ma thot, mos u frikson nga numri i armikut. Hoxhon kolegët e punës, dëm asen dëm bëjnë. Arsimtarët dëm ngelin. Mos u frikson nga numri i armikut, por frikson nga lëkundja e zemrës tande. Aty fillon humbja. Momentin kur fillon të të luatet zemra. E në luftë sa glom ashtu është. Njësa i vetbesueshëm, mund të përballosh armikun. Po të luhat zemra edhe nga që jo miza dë frekesh. Atë këthe ka jeta jote. Që jo miza dë duket bolejc. Salafi majra po. Mizën e bënd bolejc po. Shejtani ta kalzon mizën bolejc. Shkali ba ne fole. Ne fole beloqk. Ti me atë mjekër do shkush në vorë. Kitë që këto dë kalben, eshtra, gjënja, sen, paret, kitë dë gjduken. Me mjekër dë hysh në vorë. Ulemat kanë thënë, lum, ai që do hyje me një sunet pejgamberit në vorë, terlek instalon, terlek i delen, ajo sunet. Pantullet e gjana, ku e digji, kitë dalin, qitapin së në vesh, bilogjemat, kuranin së në vesh ati, mjekrën së në tashkull, hysh në vorë me një sunet të pejgamberit a.s. Pa edhe ato me laj që aty pak, ma ndryshe të të marin në pytje, ma ndryshe dë silen me tyje, tamam. Ama nëse kanë ene me mjekër, ene fitën e gjifë, fesat qore, krimineli keq, atër, mo... Edhe disa raste ku ulemat e mdhej, kolos të mdhej të islamit, kanë qenë të parit aty për me ingja pejgamberit a.s. Luftën e Tarsusit, nuk e di unë, historia nuk jam, sot e di se kalon, kanë dhe ka Turqia. Ndodh një luft, kohën e Abdullah ibn Mubarekut. Komandanti i muslimanëve, kur e shef Abdullah ibn Mubarekin se si lufton, habitet thot ky qen ka më trim se unë sa vjet komandant, ki hoq me një xhami, gjithë ditë me talebet mirështe, bile thot pra me pash, falte namaznate dhe qante, unë mendova se friget, e prandaj qan. Kur e pash sabah, luani mathi Allahut. Do me thanë që ato lot në namaz natës, nesërmit të japin atë qëndrueshmërinë zemër. Prap të kthejmë me sprovat tona, nëse marim dim nga nata e natës, nga namazi i natës, pe Allahu Gjelle Gjelalu. Atër ditën shumë ma kolaj di balafaqohemi
sprovave. Për din e për iman flas xhamat. Nuk thom dhe promashish penalin se nde shutish faulin ato janë qera gjaj. Ato trening, sa ushtrohesh çaç. Mo mendo se pi namazit natës dë mund të më merr ta shutish faul, dë më hese sreqa. S'ka kështu. Ose dë më shkoje biznesi më merr dë fitoj më sham rok. No. Për atë së në garantoj. Riskun e pa Allahu Teala xhelle xhelal. Qadi Iyadi, librin që a lexojmë këtij dietarit madh. Ka jetuar në ku? Hajde, mësimin e fundit e keni mësuar. Faqet e para kalon aty. Në Septe, Andaluzi, sot kufiri i Spanjës. Do me thanë, kam Marok. Septe i kanë thënë arabisht, sot i thykan Ceute. Ne normalisht që s'kan ligën e parë të Spanjës një ekip të tillë, nuk e dim gjë Ceute, apo. Ti shkon Sevilla, dhe e dishim. Qyteti muslimanëve ka qenë. Granata ti shkon, dhe e dishim. Cordoba ti shkon, ka lig, po, çallën lig lum. Qetër gjika. Real Madrid. Në këtë libër kalon të në emni Madridit, ja harove. Atë kujtojtë është? Një alim, një dietar, emni në Andaluzis, kure përktheva, haj sot të shofë cali qytet, Cristiano Ronaldo. Real Madrid i dull. Bash dhe e shofëve, dersin qetër, inshallah ma kujtoni. Ky Qadi Iyad, kure sulmojnë kryqtarët, do me thanë, kryqzatat, kure sulmojnë, thuj emnin Andaluzin, del i pari aty kundër dyshmanit. E nuk shkon, veç libra dhe shkrujnë. Kur nxefet situata, dhe dalish i pari. Po ashtu ka ndodhen me Imam Euzaid, Abdul Qadir Geilanit, aq më tepër që më ka prek pak ma këtë historinë afërt, që i shofim do foto, shofim do lajme, apo, përmenden këto emna. Sheikh Shamil e Dagistani, në Dagistan. 25 vjet i ka bo ball ushtrisë perandorisë ruse. Vaktin e fundit perandorisë osmane. 25 vjet. E në Sheikh i Naqshbendive ka qenë, o do gjion këto lafe, e po tim cojsh e be gjall. Ta dishe këtë çka është. Dhe luftojshe në 25 vjet kundër aty në dyshmanve. Afër 2000 ushtar rus e rrethekojnë. Me disa nxanës e çanat rrethekim del aty me ndihmën e Allahut. Mapa, zaten bëhet edhe shehit, bile kalon, ja kanë numru sa vende të plagës ka, kur ka ra shehit kush, Sheikh Shamili. Naqshbendi ka qenë, Sheikh i Naqshbendive ka qenë. Tash neve pse i shohim këto shehlerët e sodit, mendojmë kit me cigare, me rakia, me xhoja, me vallëzime, shumë gabimje. Perandorin Osmani s'kan qenë ashtu. I dyti, Omar El Mukhtari, si e ka në mbaj shteti, me Libi, e ngatruj me atë qëtër. Libi, 20 vjet kundër italianëve. Saft parë. Ai, Sheikh i tarikatit, Senusi. Hoxha as këtë nuk e di. Normal se nuk e dish. E dish çka është Inter Milani dhe Juventusi. E që ato Inter Milana dhe Juventusat i kanë vraqë aty musliman që ti marrin këto toka pi perandorisë Osmane. Perandori Osmane me që këto evlija i ka rujtë të toka kundër dyshmanve. E tash, një njeri që dhe folje keq për Naqshbendi, për Senusi, për Qadiri, do me thanë, kujt indirekt i bon hizmet, kujt i shërben, që atyne që kanë desht, ti vrasin që këto në t'i valë. O italiani bile thot, ki qenë ka halis trim, halis luan, ki thot bidaci, ka konë qafir. Nuk shkuan, o loq. Nuk shkuan, nëse nuk i di shto fjallë, të pak të në mos flis, se kaldus gjahillekin me i danë nëzjerish. Tamam, të kemi kujdes. Pi këtu filloj kitë. Njerë, ato fillon të prishen, sheklerët, ama ato që janë hakikat, more kemi t'i du, mod vloqë. Ato kanë rujt dinin, kanë rujt fen islame, bile, janë bojë dhe shehit, te i thush bidatçi fëlliqur. Kujt, ati që Allah Teala ka bojë shehit me duart e qafirve. Për qatë dë dalim botën qetër dë japim logari. Ha, nuk thonë për ato që në dalin internet, mund shkrujsh Naqshbandi, dë dalin do në Amerikë të valzu. Allahu në rujt për sherrit të atyne, Allahu i malkoft këtë bidatçit. Amin. A ka dua ma të merë se kjo? E në unë jam sfesen si i thujnë. Po mund dale dhe një Hanefi, those këtë gjig i qitë një gurës shejtanit se nuk eksiston në jo. Mund dale dhe një Hanefi qëtër those 3 vakte namaz ka ndit, a me sebin Hanefi dhe e shajnë. Po mund dale dhe një musliman të fole palidhje, a fen islame dhe e shajnë. Ju lutem, po.
duhet dim t'i klasifikojmë gjërat. Nuk kitë t'i fajtim me një thes. Momentin kur fajtim kitë me një thes, ta dim se më prapa vi ka diçka hala ma të rrezikshme. Mirë, me që këtë inshallah, dhe mbarojmë dersin. Omar Muhtari, 73 vjeçar ka qenë kura bo shehid. Ka mund të rajen shpej, t'hike, si shumica ulemave që ikën nga Siria shkun në Turqi, nëse halal e kanë edhe ashtu duhet se të veprojnë, ama ki dule aty të bëhet shehid. Tamam, 73 vjeçar. Në taj t'i thush ti në bidatshi. A i t'lute, a i shko ma t'i qepa. Mirë që matë, Allah ju shpërbleft, prap devjoj tema, mirë po, puna ishte të trimëria. Dhe njerëzit që ndjekin rrugën e vërtet pejgamberit a.s. Allahu aty ne vajb këtë trimëri. Ato qerët me droga mundohen të fitojnë atë trimëri të rreme, e ne ta mundin atë panik në betej, në fush betej. Musliman të vërtet që kështu, me nurin që vjen nga Allah dhe nga syneti i pejgamberit a.s. Me këtë e mbarëm dersin, inshallah shifemi javës tjetër, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el-Fatiha.